Të vijmë më tej, Shtëpia e Bardhë ka prezantuar një ndryshim të madh në udhëzimet ushqimore të Shteteve të Bashkuara, duke zbuluar modelin e ri të quajtur piramida e ushqimit të vërtetë, i cili përmbys, le themi plotësisht, piramidën e vitit 1992. Ndryshe nga modeli i vjetër që inkurajonte konsumin e lartë të bukës, makaronave dhe drithrave, piramida e re vendos proteinat, yndyrna të shëndetshme dhe produktet e bulmetit me yndyrë të plotë në bazë të ushqyerjes, duke përfshirë mishin e kuq, mishin e pulës, peshkun, vezët, djathin, qumshin e plotë, gjalpin dhe yndyrnat natyrale si vaji i ullirit. Sipas udhëzimeve të reja të rriturit, duhet konsumojnë nga 1,2 deri në 1,6 gram proteina për kilogram të peshës trupore në ditë, krahasuar me 0,8 gram për kilogram peshë trupore që ishte në rekomandimet e mëparshme. Ndërkohë, frutat dhe perimet mbeten pjesë e rëndësishme e dietës, por rekomandohet një ulje e ndjeshme e drithrave, veçanërisht atyre të përpunuara si buka e bardhë, makaronat industriale, drithrat e rafinuara dhe produktet me bazë mielli. Administrata thotë se synimi është të përparsohen me ushqimet e plota, të pasura me lëndë ushqyese dhe të rekomandohen karbohidratet e përpunuara dhe produktet industriale, përfshirë ushqimet e gatshme, pijet e ëmbëlsuara dhe produktet me sheqer të shtuar. Ky ndryshim konsiderohet një korrigjim i madh, duhet thënë, i kursit pas dekadash këshillash ushqimore me bazë karbohidratesh, të cilat përkuan me rritjen e obezitetit dhe diabetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas autoriteteve, modeli i ri reflekton prova shkencore që tregojnë se ushqimi i vërtet dhe i papërpunuar ka një rol kyç në përmirësimin e shëndetit. Nisma është pjesë e agjendës së presidentit Donald Trump Make America Healthy Again, që synon të luftojë sëmundje kronike, ndërsa të dhënat tregojnë se 75% të rriturve amerikan vuajnë nga sëmundje të lidhura pikërisht me dietën. Piramid e ushqimit të vërtetë është cilësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa thonë se është, le themi, një përmbysje e dietës që kemi konsumuar në këto dekada, po për të kuptuar se çfarë ka mirë, çfarë ka keq, çfarë ha debat në këtë piramidë të ushqimit të vërtetë, sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të zhvilloj një bisedë me nutricionistin Altin Joka. Altin, përshëndes, faleminderit. Të përshëndetem nga Suedia, kënaqësi për ftesën. Gjithashtu, si e ke parë këtë piramidë të re të ushqimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, nuk e kam përjetuar si në një revolucion ashtu si shtuhen në përgjithësi, sidomos në Shqipëri që dëgjoj nutricionistët dhe dietologët dhe mediat. Sepse kjo jo nuk sepse është e keqe, por sepse thjesht është një grafik i ri që nuk ka për të ndryshuar realitetin ushqimor të njerëzve. Kjo është nga një eksperiencë që në vitin 1974. Piramida e parë në botë është ndërtuar nga Suedia në 1974. Po? Edhe në përgjithësi të gjitha shtetet e tjera kanë marrë nga Suedia, siç kanë marrë shumë ligje dhe elemente të tjerë. Dhe pikërisht sekretari Kennedy, që në vitet 90 ka sugjeruar që të merret piramida suedeze, konceptet suedeze dhe nordike për të futur në dietë. Kështu që ai e ka njohur mirë. Por në vitin 91, Suedia pas 16 vitesh studime, pa që piramida nuk funksiononte. Kështu që e ka fshirë piramidën dhe nuk ekziston më me piramida. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe shumë shtete tjera. Në 2019 Kanadaja hoqi piramidën ushqimore. Po si funksionon? Në viteve 2000 Australia. Si funksionon? Po piramida nuk ka pasur vetëm në bazë të një pjate, rekomandime, kjo faktikisht në Amerikë është rekomandimet e vitit 2026-2030. Bën çdo 5 vite. Pra do bësh disa rekomandime. Kjo rekomandime janë futur të reja dhe është një risi dhe është diçka e mirë, pozitive, por nuk ka për të ndryshuar diçka, sepse asnjë piramidë ushqimore nuk ka ndryshuar realitetin në popullat. Shiko çfarë ndodh. Në 2011, kur është bërë një sondazh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm 17% të amerikanëve e njihnin si koncept piramidën ushqimore. Nga këta 17%, 80% e kishin marrë nga dietologët dhe 65% të këtyre nuk e dinin se si riformulohej dhe ta marrin mend se si duhet përdoren në praktik kjo. Pra imagjino çaj një ose informacion të ngushtuar. Në Francë ka qenë 24%, në Suedi rreth 38% e popullatës e njohin në parim, por realisht ajo nuk funksionon dhe nuk është një zbulim kaq i madh sepse nuk ka për të ndryshuar ushqimin real në treg dhe nuk ka për të bërë zbulimi i madh kronike që thatë.
Po, zbulimi ma ndoshta asësh, po është një sugjerim i rëndësishëm, se ka të bëjë me të gjitha sëmundjet e konstatuara gjatë tyre dekadave. Për këtë arsye, piramida sugjeron që të ushqehemi kështu, apo ashtu, për të minimizuar, le themi, riskun kundrejt të sëmundjeve. Ndoshta ndaj të njëjtin mendim si ju. Amerikanët janë një popull obez sepse han keq edhe ndoshta as nuk e përfillin fare piramidën ushqimore. Po këtu bashkë kemi ndoshta për ta peshuar atë. A është mirë që të konsumojmë ashtu apo jo? Ju hoqët paralele me Suedin ku jetoni, po në gjykimin tim duket paksa kaotike, i bie që gjithë secili të informohet se si është më mirë e si është më keq. Tani, analizojmë mirë këtë piramidën që na është sugjeruar nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ju si nutricionist. Vlen për të minimizuar sëmundjet edhe për të pasur një jetë shëndetshme apo jo? Pse? Më thuaj pse? Jo, teorikisht po. Ato që janë përcaktuar është bërë nëse zbatojmë, po them. Nëse zbatojmë. Është okay? Ja ta them një minutë. Ju do merrni një rrugë nesër me makinë për të ardhur në Suedi dhe ju jepet një busull dhe një hartë. Do vini te qyteti im dhe te shtëpia ime. Ndërkohë ju vjet edhe një Google Map. Atëre me Google Mapin ti vjen, me busullën ti nuk vjen. Me busullën ti orientohesh dhe teorikisht i thua po, unë haris e ke dëgjuar shumë njerëz që kanë haritur. Dhe i dëgjon njerëzit e nisësh. Tha, kjo është rekomandim. Rekomandimet nuk zbatohen i dashur. Më dëgjoj vetëm një sekond. Kemi rreth 7 milion dietolog të certifikuar në botë. Kemi 25 miliard shikime në YouTube dhe kemi aplikacione. Kemi 22.000 libra për shëndetin dhe për ushqimin. Vetëm unë kam bërë 165 emisione televizive. Po të llogarisësh në Shqipëri, janë 3 dhe në 4 emisione televizive çdo ditë që flitet për ushqimin. Po të llogarisësh edhe në botë, 15.000 emisione në ditë janë për ushqimin. Dhe ti mendon se ka ndryshuar diçka, e di sa ka ndryshuar. 5 deri në 7%. Po ndoshta po t'jemi paksa më konkret dhe të mos flasim për statistika, do të kishte më shumë efikacitet. Jo, reale. Ja tani, ta bëjmë një pyetje reale. Po pse ka na shtën? Ja vetëm një sekond. Na shtën që mishin e kuish duhet ta konsumojmë sa më pak. Ndërkohë që thua që kjo piramidë në parim, po ja pra një sekond. Në parim është e mirë, pastaj zbatohet, nuk zbatohet është tjetër gjë. Pyetja ime është, çfarë ndryshoi që mishi i kuq na deli mirë, se deri para ca kohësh thonim është i keq apo jo? Po mishi i kuq ka 25 vite që thuhet që nuk është i dëmshëm. Ju merrni vetëm statistikat, nuk e keni konceptin si është ndërtuar dieta mediterranea, si është ndërtuar dieta nordike. E thon mjekët. Nuk janë asnjë. Më thuaj një mjek që ka bërë 5 orë në specialitetin e tij shkencën të ushqyerit. Një mjek në botë që ka bërë 5 orë. Asnjë mjek nuk ka të drejtën e specialitetit të ushqimit se nuk e ka idenë se si funksionon në aspektin biologjik dhe fiziopatologjik në ushqimin në trupin e njerëzit. Mjeku mëson problemet e patologjive, gërsheton nivelin e ilaçeve dhe një sëmundjet, por nuk një aspekt të ushqimit. Dhe për këtë është një debat shumë i madh dhe i fortë në botë. Po ndoshta njëse se çfarë shkakton sëmundjen. Po, një sekond. Jo, nuk e di. Mjeku nuk e di ende sepse nuk lejohet shkakton pasojë. Kuron pasojën se po të ishte ashtu diabeti, hipertensioni, kanceri do ishin të kuruara. Të jetën ti kurosh me hipertension. Pra nuk merret me shkakun, por me pasojën sepse ashtu është ndërtuar vetë sistemi mjekësor. Megjithatë, duhet dalë një pyetje shumë e rëndësishme. A parandalon ky plan, kjo piramidë po themi, a ke parandalon gjithë to sëmundje që ndodhin? Do të bëj një pyetje paralele. Sipas çavave, piramida e vitit 1100. Po jo, një minutë. Kjo është thjesht një simbolik politike dhe element tjetër është rekomandim i pa llogaritshëm në botë, nuk ka influencim, po edhe në SBA nuk ka pas kur influencim. Pse? Pikori dietën e vjetër të vitit 1992. Ka pas 5 vakte me perime dhe me fruta. 5 vakte. Kush i ka respektuar? 1.8% e amerikanëve kanë respektuar këtë dietë. 2. Ka rekomanduar që nuk duhet të pijem pije me gaz. Numri 1 në botë i pijeve me gaz është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka rekomanduar që nuk duhet pirë duhani. Ka rekomanduar 2 deri në 3 herë në javë aktivitet fizik dhe jo të jetë sedentare. Ne nuk e kemi bërë këtë. Atëherë, ne nuk mund të themi që ajo dietë 92 që është respektuar. Mos haro, rreth viteve 80 Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pas një sulficit drithresh. Kanë pas teknologjinë e re që u ndërtua për të personalizuar vajlat e për t'i bërë më të rafinuar. U fut niveli i margarinës sipas industrisë ushqimore.
Dhe po ashtu dhe industria e pasterizimit të qumshit hariti në kuota më të mira për të ruajtur qumshin. Të gjithë këto, duke hedhur $10 milion tek shoqatat, dhe po ashtu për të krijuar edhe një front, ndikuar në politikën amerikane për të bërë kjo strategji e vitit 1992. Pra interes politik. E gabuar, sepse u eliminua gjalpi që është shumë i shëndetshëm, dhjami që është shumë i shëndetshëm e ka ngatuar prindrit tanë. Mishi, po ashtu, dhe u futën nivelet e sheqerave dhe u rrit niveli karbohidratëve përsëri në sasi shumë të lartë. 55%, 60% karbohidrate. Por nuk është respektuar asnjëherë në popullat. Pra nuk ka, unë po të them, Suedia ka hequr në vitin 91, se s'ka vlerë. Është 25 vjet para. Që Amerika po ecën me vendet e zhvilluara, se ka ngjerur shumë e prapambetur në drejtim të ushqimit dhe të shëndetit. Dhe shqyr Zotit që është futur në rrjedhën për të ecur. Kjo është një hap i parë, por është i paralizueshëm në atë, sepse ne po godasim qytetarin. Ne po i themi qytetarit është gabimi jot dhe ti do të hash këtë. Dhe nuk po godasim kompanit, duke vënë ligje. Për shembull, një pije me gaz në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka 38 gram, në 330 ml, 38 gram sheqer. Ndërsa në Suedi është bërë me ligj, 23.5 gram nuk duhet ta kaloj, 15 gram më pak. 0.7 gram krip ka një patatim Suedi në krahasim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe po ta shikoni, Suedia ka eliminuar rreth 5.000 ca kimikate aditiv ngjyrosës në ushqim, në shampo, pra ka vendur ligje dhe sepse e pa, nuk ishte kjo politika që sillte shëndet. Politika është kjo, që bujqësia në Shtetet Bashkuara të Amerikës do më pak se 1% bujqësia organike. Në Suedi 18%, në vendet e Europës 10%. Atëherë duhet të rritur bujqësia organike, duhet financuar. Duhet financuar kafshët, fermat organike që janë 3.5% në Amerikë, në Suedi janë 22%, në Europë janë 15% që të zhvillohet. E treta, duhet ndaluar aditivet në ushqim. 22.000 aditive në ushqim ka sot, të cilët janë pa nevojshëm një pjesë e tyre dhe shkaktojnë probleme të kancerit. Aldin, jam plotësisht dakord me ty, po i bie që të falimentonin industri të tëra. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jep sugjerimin, pastaj zgjedh ti çfarë të konsumosh. Industrinë. Kjo është e gabuara. Kjo është e gabuara dhe kjo është loja. Në qoftë se ti do të luftosh industrinë dhe shëndetin e popullatës, do t'i thuash ul sasinë e sheqerit në një produkt. Më fal, pse para 15 vitesh kishin vetëm 9.000 aditiv dhe sot kemi 22.000 aditiv? Sepse kompanitë morën kimistët më të mirë në botë për të ulur çmimin, për të rritur datën e skadencës dhe për të konkuruar në treg. Ata futën këtë lloj linje. E kuptova. Çështja e industrisë sa shumë debat, Altin, lutem, do më lejosh që të bëj ca pyetje konkrete. Tani, nëse do t'i referohemi kësaj skeme, kësaj piramide, për cilën në vijat përgjithshme edhe ju bini dakord, pavarësisht se gjen zbatim apo jo, se kjo ha debat edhe unë mendoj si ju, nuk gjen edhe ai zbatim, sepse gjithsecili zgjedh të ushqehet sido. Vihet re ulja e drithrave edhe le themi produkteve me bazë mielli, tërshërës gjithashtu. Karbohidratet. Tani është mirë apo është keq? Dhe e di pse ta bëj këtë pyetje, sepse edhe në dietën e fëmijëve në kopshte në Shqipëri, nëse të kujtohet, ka pasur një debat shumë madh nëse duhet hanin tërshër në mëngjes apo nuk duhet hanin tërshër, duhet hanin trahana apo diçka tjetër. Tani, na bën mirë kjo tërshëra neve apo na bën keq? Sidomos edhe duke i referuar fëmijëve, nëse do të flasim për debatin e disa muajve, viteve më parë. Të flasim për problemin e drithrave, unë kam qenë partizan, jo unë po shumë njerëz të cilët merren me shkencën e ushqimit në botë dhe flasin për drejtimin e shëndetit, unë kam qenë kundër karbohidrateve e të thjeshtësuara, pra pa nga bima, pra jo karbohidratet, pa po flasim nga gruri. Për arsye, sepse sot janë shumë të rafinuara dhe e dyta kemi nivele të glifosfatit në 99% të drithrave kudo në botë. Komiteti Evropian madje ka miratuar një ligj që edhe 10 vjet të tjera do përdoret glifosfati në produkte të drithrave. Dhe ky është një kancerogjen i njohur. Kjo është problem politik pastaj dhe ekonomik, po unë po flas që unë jam kundër, edhe 5%. Faktikisht ata kanë ulur nga 55-60% në 15%. Pra ne kemi bërë gabim që e përdorim tërshërën në kopshte për ushqim për fëmijët. Flasim për drithat në përgjithësi, jo vetëm për tërshërën. Në qoftë se ti do konsumosh pak bukë ose në qoftë konsumosh pak tërshërë, nuk po bën gabim. Problemi është sasia, sepse dhe helmi në sasi të vogël nuk të dëmton. Po dhe ushqimi më i mirë në botë me sasi të madhe edhe mjalti që është mjalt, në sasi më të madhe të vret. Prandaj duhet të kuptojmë që çfarë më vret mua, ty të bën më të fortë dhe të bën më shëndetshëm. Sot ka ardhur koha e dietës së mikrobiomës
në klinikat më të mira të botës bëhet dieta mikrobiomës, si është si punë e gishtave, çdo mikrobiom njerëzore është e veçantë dhe nuk ka dy njësoj. Është dieta e bazuar te baza e niveleve hormonale, te problemi i peshës, te problemi i gjerësisë gjeografike, te problemi i moshës, te problemi i sëmundjes. Pra merret Ne e komplikove shumë Altin. Ne e komplikove shumë. Për dritrat jam dakord. Pyetjes u përgjigja. Dritrat sa më shumë të hiqen, unë e kam reklamuar gjithmonë. Fakti që e kemi në dietën e fëmijëve, nëse do t'i referohemi rastit, është mirë apo është keq? Të shëra nëse është sasi të vogël, të shëra shumë e ushqyeshme. Asnjë studim nuk flet kundër të shërës sot për sot. Dhe nuk mund ta ajo dot poshtë. Ja studimet pavalura. Të shëra e pastër, gjithmonë të shëra e pastër flasim, jo të shëra e ngatruar me fruta apo me fruta tata, të shëra e pastër është shumë e mirë. E kuptova. Tani, edhe diçka, për mishin e kuq. Ju thatë që është legjendë urbane, kush tha që duhet konsumuar etj. Si duhet konsumuar mishi i kuq? Si duhet konsumuar? Se në zgar thonë që bën keq e ke iden gjitha këto. Po. Pse në zgar? Sepse lëshon nivelin e TMA-s në zor dhe TMA-ja përkthehet në TMAO në mëlçi. Ushtria amerikane në 2016 gjeti që TMAO është një kancerogjen në zor dhe kështu që është një studim për edhe tek atëre. Mos harrojmë vetëm një diçka. Po. Shumë njerëz e ngatrojnë dhe thonë të parët tanë kanë konsumuar sasi të lata mishi. Dhe ne kemi qenë njerëz që kemi rënë vetëm mish. Por ka pas një problem. Acidi stomaku të parëve tanë ka qenë 1.5 në 1.5 ka qenë pH-i. Dhe aq që ka ujku, tigri, luani. Qartë. Dhe pH-i pra aciditeti ka qenë. Po pse na ka rënë me ky aciditet në kalimin e kohës? Ka rënë sepse ne kemi dëmtuar gradualisht nga gjitha këto ushqimet e gabuara. Shumë interesante kjo. Dhe jo vetëm kjo, ne sot e kemi 4-5. Dhe në anë tjetër ne kemi shfarosur mikrobiomin. Çfarë ndodh? Babai Adami dhe Eva, Havaja dhe e njerëzimit është Lactus bacillus dhe bifidum. Të dy bakteret në zomb janë baza kryesore që prodhojnë bakteret e tjera dhe janë fuqizuar. Nga 90% që ka qenë në 1906, sot ne kemi 25 dhe në 30% në zonat tona. Arkemansia është një bakter determinant për kancerin, për sëmundjen, për ligjatësinë. Ka qenë 90% para 100 viteve, 25% është sot. Dhe shumë baktere tjera, shumë enzima tjera kanë probleme. E kuptova. Duke u pasterizuar qumshi, kemi humbur enzimat dhe kemi dalë me laktazë dhe të gjithë ne kemi probleme me laktozën. Pse? Sepse qumshi na ka moduluar nivelin enzimatik në trup, qumshi pasterizuar, që ka humbur 60 enzima, se qumshi freskët ka 60 enzima. Në Suedi ka dalë një ligj, 10 litra çdo ditë një ferm mund të shesi qumësh të papasterizuar, vetëm 10 litra. Dhe po bëhet një testim. Në qoftë se nuk do ketë probleme, këto do shkojnë në 20 litra, do shkojnë në 30 litra në ditë që mund të shesi. Pra, kjo tregon sepse deri tani sistemi imunitar është kjo. Në aspektin e mishit, dua të themi që unë personalisht jam te dieta e zonës blu dhe dieta mediteranea e vjetër. 80% ushqime bimore dhe nivele të ushqimeve bishtajoreve dhe 20% ushqime shtazore. Kjo dietë, kjo plan, ky piramidë ka diku 25%. Edhe në Suedi 25% është. Nëse qëndrojmë këtyre normave që po thua, a mund ta bëjmë në zgar ashtu siç jon më shumë apo jo? Po, mund ta bëjmë edhe në zgar. Më mirë do ishte mishi i zier, por mos harroni gjë. Krijimi i kënaqësisë së njeriut dhe lëshimi i dopaminës në trupin ton dhe serotoninës do na bëjnë që ne të mbijetojmë edhe më gjatë, të jemi më të kënaqur, të jemi më të gëzuar, të ulet niveli i depresionit, po patjetër, nëse një ushqim të bërë mirë për një moment saktuar, të thash, varet nga helmi që konsumon. Nëse ti blen një pikë mërkur, nuk e për të helmuar kur, sado që ta përdorësh largësi. Po more sasi, pra edhe të parët tanë Aristoteli apo të gjithë naturopatët tonë, keni kujdes nga sasia e helmit, pra jo nga emri i helmit. Kështu që mishi i shëndetshëm, në opinionin tim 2 herë në javë është i pranueshëm. I kuqi, i bardhi, peshku, i kuqi, njësoj i kuqi, i bardhi, mos harrojmë gjë që 80% antibiotikëve sot përdoren në ferma dhe 95% e mishit është në ferma i rritur. Mos harrojmë gjithë ato nivelet hormonale ndikojnë tek qumshi, që bëhet bakteria. Sot një lop prodhon 16 litra qumësh, 16 herë qumësh më tepër se një lop para shumë dekadash. Po cilësia është e njëjtë. Ky mish do Po nuk është fare një se një pul ishte 700 gram.
Atëre, sot është 4 kg një pul. Pra kemi një ndryshim të madh. Prandaj të kemi kujdes edhe nga kjo, se të gjitha antibiotikët që ka marrë kjo pul apo viçi në ferma dhe të gjitha nivelet e hormoneve do të trashëgohen tek ne, do kalojnë tek ne, sepse është studimi plot që ka bërë Instituti i Shëndetit të mushkrive në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por dëgjoni një gjë, ka shumë fëmijë të cilët nuk kanë përdorur kurrë antibiotik në jetë. Në moment që shkojnë bëjnë një antibiotik, ai krijon një kundërreagim dhe nuk bën efekt. A e di pse? Sepse ky fëmijë e ka marrë gjithmonë nga ushqimi antibiotikun. E di sa antibiotik ne marrin nga ushqimi, sa plastik ne marrin nga ushqimi, sa kimikate ne marrin nga ushqimi. Të gjitha këto kanë influencuar që jemi në një epokë post antibiotike që shumë antibiotik nuk funksionojnë. Dhe duke marrë sa më shumë mish, dhe duke marrë sa më shumë progesteron dhe estrogen, do të destabilizojmë dhe nivelin hormonal. Do fillojnë pastaj disa probleme edhe në kancerin e mitrës apo në kancerin e gjirit tek femrat pastaj, se do kemi një destabilitet. Aldin, jemi shumë të ekspozuar kundrejt të ushqimeve të përpunuara. Ju thatë pak më parë që gjithë secili nga ne duhet ha ashtu siç i përshtatet organizmit tillë. Kjo ndonjëherë duket e pamundur. Megjithatë, nëse do të jemi paksa edhe më të thjeshtë, çfarë diete duhet konsumojmë duke shmangur këto ushqimet e përpunuara, duke larguar këtë industrinë që po na vret, siç e the? Atëre duhet të kuptojmë një gjë. Ushqimi industrial është vrasësi më i madh i heshtur. Iku kjo e dim. Se sot 42 milion njerëz në vit në botë vdesin vetëm si pasojë e ushqimit. Pra është një vrasje e madhe. Tani në aspektin e ushqimit po ç'të ham, se ju ka shumë pak gjëra bio, ç'të ham? Jo, po mi më ti eliminon në fillim fare, bëhet një strategji në mendje. Duhet të eliminojmë gjën e keqe fillimisht, pastaj të ngelimi me gjën e mirë. Kam frikë se do ngelim pa grënë. Po, kam frikë se do ngelim pa grënë, se kjo keqja është shumë e madhe. Po jo, mos i kanë. Bëj shaka për të ngacmuar pak. Nena e kuptoj, por nena është komplementuar shija dhe komoditeti. E kuptova. Shija jon dopamina, se ato ushqimet kanë shije, nena kërkoj pra patatina, qofte, vazhdojmë pra jemi të mësuar keq. Atëri jo, dopamina jemi të varur, nuk jemi mësuar. Jemi të varur, sepse ka kimikate ushqimi me varësi. Sot në ushqim ka kimikate varësie. Edhe sheqeri është varësi, është drogë. Edhe kripa dhe droga janë dy, heroina dhe kokaina e shëndetit tonë. Janë bile më të rënda se kokaina dhe heroina. Tani, në qoftë se ne heqim ushqimet e dëmshme, pijet me gaz, sheqerin, ulim sasinë e kripës dhe marrim krip deti jo të jodizuar, të pastruar nga mineralet, në qoftë se ne heqim të tëra ato ushtrimet ultra të përpunuara që 85% të supermarketeve të kanë, atëre neve duhet të zgjedhim dhe mund të ham çfarë të duam nga jo. Por mos harroni një gjë. I gjithë njerëzimi në histori ka vuajtur nga ushqimi dhe ka ngrënë, ka ecur drejt urisë. Romakët e lashtë një vakt hanin. Të parët hanë 2 vakt, gjyshi jo, 2 vakte hante. Një në mëngjes para se të nisën në punë, ku punonte në bujqësi në fshat, apo dhe në punë, ose merrte bukën vete, dhe një ku vinte në orën 4-5, dhe në orën 9 flinte gjumë, se ishte koha e gjumit, sepse s'ka pasur ka shumë teknologji sa sot dhe i qëndrimi i gjumit. Atëherë edhe meqense u referove kohës komunizmit ka pasur fare pak diabetik. Mbas 90-s u shtuan edhe sëmundjet përfshirë këtu edhe diabetikët. Po janë shtu. Po sot në 65% në botës ka një sëmundje kronike. 12% janë të shëndetshëm metabolikisht në botë. Kanë qenë 35% e botës e shëndetshme metabolikisht në kohën e vuajtjes së ushqimit rreth viteve 60-50. Tam një vakt, 2 vakte, na sugjeron diçka. Her pas here, ore kërko, unë për vetë bëj kështu, jo si e bëj. Unë nuk pyes fare të marr të jem robot. Unë çohem sot mirë. Sepse trupi është shumë i ndryshëm. Dëgjoj trupin, dëgjoj sinjalet. Atëherë unë thoj çohem mirë dhe jam entuziast. Po jam lodhur shumë dje, po kam mund të fjetur dhe më shumë gjumë ose më pak. Sot mund të ha 2 kokravez, 1 kokërvez. Nesër nuk ha asgjë, agjeroj, ose ha vetëm fruta, ose marr vetëm një hurmë arabe, ose marr vetëm një banane. Një ditë tjetër konsumoj vezë, avokado, domate, pomodorin, ullim. Pra, unë e kam të ndryshme, asnjëherë nuk i kemi iden do hasis bën mëngjes. Jo, mos ecni me këtë ide. Mëngjesi është dhe i mirë dhe jo i mirë. Nuk ka gjë perfekte për çdo njeri. Dëgjoni trupin tuaj, mundoni të ushqeni dhe dëgjoni sinjalet. Mua më bën mirë veza, ty nuk të bën mirë veza. Ti nuk mund të hash, nuk mund të vëmë dieta të saktësuara. Prandaj, kryesori është të agjerojmë her pas here, të heqim dorë nga ushqimet industriale, të konsumojmë sa më tepër ujë, të flëm sa më shpejt dhe sa më mirë, të largohemi pak nga teknologjia, të ushqem pak dashuri për njerëzit dhe mos kemi kaq xhelozi dhe çmira, që është shumë e rëndësishme në jetën tonë, të përgjithshme se kjo është dhe shëndeti holistik, të dalim sa më shumë në natyrë, të bëjmë pak aktivitet dhe mos mendojmë ta kthejmë gojën tonë në betoniere.
35 herë ditë me ushqimi. Edhe nuk e lëm bosh ushqimin. Qelizat ka nevojë për pushim. Është një kohë midis ushqimit të parë dhe ushqimit të dytë vakteve, është koha e agjerimit. Në atë kohë është e vetmja mënyrë ku qelizat tona pushojnë. Ulet niveli i insulinës. Qelizat tona relaksohen. Ato fillojnë të luftojnë pastaj, sepse kur nuk ka relaksim, nuk luksojnë qelizat inflamatore ose të citokinave për të realizuar pastaj sëmundjet kronike më pas. Prandaj, të ushqemi pak, të ushqemi, sepse në këtë botë ne jemi të ngarkuar shumë nga pesticidet dhe helmit që tham, të ushqemi pak, të ushqemi atë që trupi na i kërkon dhe e shikon që nuk refuzon, të heqim dorë nga ushqimet e përpunuara, të ham 1 deri në 2 vakte në ditë, her pas here të agjerojmë, ndonjëherë të ham dhe 3, të konsumojmë sa më shumë fruta, 4 deri në 5 fruta në ditë, dhe të paktën 1 vakt me perime. Të shtojmë vajin e ullirit, vajin e avokatos, vajin e kokosit dhe çdo ditë 1 dorë ara në darkë, se në darkë ato prodhojnë në nivelin e melatoninës më tepër arat dhe janë shumë funksionale, dhe 1 dorë bajame para dite, se janë më funksionale për arsye të energjisë dhe të marrjes fibrave. Të konsumojmë fibrat, se fibrat janë pastruesit ton kryesor në zor, dhe rregullojnë dhe proceset, jo vetëm zor, po në sistemin kardiovaskular. Të pushojmë mirë, jemi të gëzuar dhe mos shtrim më tepër se organi për të kërkuar më tepër në jetë. Aldin, faleminderit shumë, bisedë shumë interesante me ty. Ju falenderoj, në ishte kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu. Kemi mbritur kështu në fund për lajmet më të reja nga vendi, rajoni edhe bota. Ju mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Faleminderit shumë për vëmendjen.